E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju dhe për të komentuar dhe analizuar rreth lajmeve më të fundit se çfarë po ndodh në jetën tashmë të artistëve shqiptar. Në fakt kam patur shumë mesazhe pasi që Mateo dhe Brikena është në qendër të vëmendjes. Publiku është duke hulumtuar mbi Mateon, çfarë po ndodh me të, si janë lëvizjet me Brikenën, a ka bërë ndonjë follow, a s'ka bërë ndonjë follow, e fshiu Vjerën nga Instagrami, hoqi Kunatën, si është marrëdhënia. Në anën tjetër shohim në Top Arena një përqafim të ngrohtë që për shembull mbrëm Brikena i dha Mateos që Mateo të shënoj golin, që të ketë energji për të shënuar gol, Brikena i dha një dashuri, i dha një energji të mirë. Në pjesën tjetër shohim një Brikena që është më e fokusuar te Mateo, se çka qënë, do me thënë dashuria është rikthyer, kishte një ndarje, kishte një idërim, do me thënë shumë pikë pyetje të tipit se çfarë po ndodh konkretisht me këtë çift. Tani, unë e them, e kam thënë edhe më herët, por e them, vazhdoj ta them edhe tani. Unë mendoj që Brikena nuk është se i ka fshirë nga Instagrami, po thjesht do me thënë i ka hequr në dukje që për shembull ka një opsion që ti mund ta fshehësh personazhin që ti e ndjek. Do me thënë mund ta fshehësh, mund ta heqësh prej liste dhe fansat e tu që i keti në Instagram nuk e shohin që ti e ndjek për shembull X personazhin, që në këtë rast Brikena Vjerën ose Kunatën. Unë mendoj që derisa Mateo dhe Brikena janë bashk, janë të lumtur bashk, japin përqafime ngrohtësi njëri tjetrit, ne nuk jetojmë në vitin 70 që shoqëria shqiptare ndoshta ka patur probleme të këtilla. Ne jemi në vitin 2026, ku familja e Mateos, njëkohësisht edhe familja e Brikenës, din ta presin me shumë dashuri marrëdhënien e tyre. Tani, unë mendoj që si çdo çift, Mateo dhe Brikena kanë patur këto kacafytjet e vogla, dhe ndoshta Brikena pak u tregua e shpejtuar në lëvizjet e saj që bëri në Instagram, por gjithsesi kjo nuk do të thotë që kjo gjëja ka ndikuar dhe te familjarët, se në fund të ditës jam shumë i bindur që familja e Mateos ka këtë edukatën që do me thënë të lërë që Mateo të vendos vetë për fatin e tij dhe për gjërat se si Mateo dëshiron që t'i bën në jetë. Dhe për këtë gjën, unë nuk e shoh shumë të arsyeshme që Brikena që tani të fillon për shembull me followersat, edhe pse unë e di që Brikena i ka follow edhe Vjerin, edhe Vjerën, edhe Kunatën, do të thënë të gjitha i ndjek Brikena, nuk është që nuk i ndjek, por jam shumë i bindur që atë listë ka bërë private dhe fansat nuk mund t'i shohin sepse ka një opsion të tillë në Instagram. Gjithsesi, unë shoh lumturi shumë te çifti, shoh dashuri shumë te çifti, shoh energji pozitive shumë te çifti, shoh që e kanë jetuar me shumë kënaqësi këtë moment dhe i japin ngrohtësi njëri tjetrit në Top Arena. Mendoj që një dashuri nuk e vërteton follow në Instagram.